Pra muaj Ramazanit është aq i vlefshëm sa që Allahu Dhul Xhelal e ka përmend në Kur'an me emrin e tij Ramadan. Dhe kur vjen Ramazani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve, është afruar shahrun adhim, një muaj i madh. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosen djajt, shejtanët, për ata të cilët din ta presin dhe ta jetojnë këtë muaj. Pra, ardhja e këtij muaji është për neve një begati dhe nuk duhet haruar. Sa e sa vëllezër dhe motra prej Ramazanit kaluar që kanë qenë në sofrën e iftarit dhe të sifirit, si mjet mungojnë. Ata që e kanë mrinë këtë muaj, pra janë të privilegjuar nga Allahu Dhul Xhelal, që u ka dhënë rastin, mirësinë që të arrinë këtë muaj dhe të thush elhamdulillah o Zot që e mrinë në këtë muaj, se sa e sa kanë kaluar, sa e sa nuk janë në sofrën e iftarit dhe të sifirit. Disa prej tyre kanë kaluar në botën tjetër, Allahu i mëshiroft. Të gjithëve varrin ja bëv bafshë xheneti. Kjo është obligimi që ne të lutemi për ata. Disa prej tyre mungojnë nga se janë të sëmur, as sifir, as iftar, as agjerim, janë privu nga kjo mirësi, nga smundja që kanë. Allahu i shëroft inshallah. Disa të tjerë o vëllezër të dashur, as nuk kanë ndrujet, as nuk janë të sëmur, po ja që nuk merren as me sifir, as me iftar, as me Ramazan. Kush janë ato? Ne themi janë ata të cilëve ju ka ikë vallani dhe kanë rënë hendek. Allahu ju dhëzoft inshallah. Pra muaj Ramazanit është aq i vlefshëm sa që Allahu Dhul Xhelal e ka përmend në Kur'an me emrin e tij Ramadan. Dhe kur vjen Ramazani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve, është afruar shahrun adhim, një muaj i madh. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosen djajt, shejtanët, për ata të cilët din ta presin dhe ta jetojnë këtë muaj. Pra, ardhja e këtij muaji është për neve një begati dhe nuk duhet haruar. Sa e sa vëllezër dhe motra prej Ramazanit kaluar që kanë qenë në sofrën e iftarit dhe të sifirit, si